Një operacion antidrogi i koduar Light Night i zhvilluar nga policia e Lezhës pasi ndjekje disa javore të informacioneve operative ka çuar në zbulimin e 5 ambienteve të mbyllura dhe të hapura të përshtatura për kultivim të bimëve narkotike në fshatin Vel të njësisë administrative të Kolshit. Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë Marinfeta 39 vjeç, pronar i banesës ku zhvilloi aktiviteti kriminal dhe Anton Mashnori 27 vjeç, banues në Ishull Shëngjin. Sipas policisë, një prej ambienteve të banesës ishin kultivuar 119 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa me ndihmën e llampave dhe pajisjeve të tjera që furnizoheshin përmes lidhjeve të paligjshme të energjisë elektrike. Dy ambientet e tjera ishin përgatitur për të njëjtin qëllim. Kontrollet e mëtejshme zbuluan edhe 2 parcela pranë banesës ku ishin kultivuar 55 bimë të tjera kanabis sativa. Në total policia zgjesoi 174 bimë. Gjatë operacionit u sekuestruan 2 armë gjau, pajisjet përdorura për kultivimin e narkotikëve, një sasi lëndë e dyshuar kanabis sativa, një automjet dhe 18 telefona celular. Vetëm në banesën e 27 vjeçarit u gjetën 16 celular, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar origjinën dhe përdorimin e tyre. Në vijim të hetimeve, prokuroria nisi procedim penal edhe ndaj 4 punonjësve të OSHE, me detyrë shef grupi lexues dhe elektricist, të dyshuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit pasiv. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari kriminale, ndërsa materialet i kanë kaluar prokurisë së Lezhës për veprimet mëtejshme.